vend që si njoh shumë mirë njerëzit, më thanë po mbajt e fika afër dhe e kesh keq. Tani unë s'besoj se po bëjmë një gabim. Të kemi një fik me përfot. Esa po thot thuj Gucit me ishit plogu nga adresa male. Esa thot që thuj Gucit me ishit blogu nga adresa male. Këtë mirë me esën, unë esa është tip që fryn ku është era e interesi rëp. E disa të shumë në kanë fundur jetra nga goca si esa. Po ja do puna esës në Guc, mos më rëzitë. I kam qirë punës të esës, unë me pak fjallë po i bje troq fare rëp. Qa legjende i pasja i përë. Kur respektojmë në njëri tjetërin si kur na bje leku nga qelli, ne po dervim gjak për lekun tonë rëp. Zbët fjallë. Jo me minjoru mua ti, ambas kur të futesh live, provo është bërë shaka se po të gjua në një plak aty, jo. E do me kap në një gift. Ku po jeto tani? A jenë në Londra apo ke hik? Ule, olës jam rrugëve të vëmë vërtetën. Rrugëve jam, rë, po. Hajde, mbram Fire në Barcelona të erë su takonë. Erë po të kapja të fajrën, rë, si kur i va gojës shumë të vëmë vërtetën, edhe i vajta të vendi, olës. Për zotin i kam vajtë në të vendi. Po. Po, Guc, ti e që rinë qëtësin të atë në punë të tua, se. Po rinë qëtësin time jam, po për zotin Olës, nuk e di që nëse këputer, pëse ti dukesh i shpejt e i gatshëm kur u takuam bashkë, nuk e di pëse si arrasin janë 2-3 grushta lajpër. E ja, e se u takum për shoknë, ose të takum? Qa u takum kur ke filluar të bësh tërë ato gjeste, ta kishe këput Olës. E kishe lem në bëfra, gjugja është, me i shkutë ja, e se unë ka respektu, e kam respektu. Qa respekte, bro, me. Unë e kam Arron qaj ndovi të burgu firit ati e ja këputën plem direkt në ty. Guc, kena harta një me i moment tjetës, ti ke bo gjitha. Së të kuptoj, Olës, edhe unë për shikoj. Gjot lajmë pak të flasim, ti ke bo gjitha. Olës, unë të kuptoj, edhe unë për shikoj jetë. Unë kam bo gjitha. Mora lajmë për 4 javë të bëjmë baba me djarë. Ma dhe shalat u shtofë. Amin, inshallah. Po jo me shati nga rëpte nga motrat, pa të bërë gjenjër ju e me lo skema me njëri. Bojt fjallë që s'bët më ushaj, po thëmë që... Si e prit e ti ati në Barcelonë, ashtu e pritave unë në Thirë, se meri me antë njëzve të mi, po kur në pa live me Alex Vishin, mua e kuptoj që do i ndovë të diqka e ndovin paranoja, erdi dherë të ure brostarit para se unë u fut në Thirë, e beri si kur e ha Gucci të erva në Thirë unë ty, jo. E di, si ka pak të gjëma për zonë, po. Po kishte ndovë një lojë fuqishme, 100 lekë ishte e hedhë për ku shpiton në një lojë këtu, jo. Si vdet legenda me kode. Në shpjen 100.000 pikë këtu fiton lojtë fuqishme, rë. E kisha bërë unë atë lojë me organizim, kisha losë një lojë për 100 pikë, rë, po problemi është që s'mi je. Direct my back. White Banks, jam i let me u marrë penga, olësi, po. Jena myt në përburgje, Guco. Jena knasht. Po dhe burgu është pjesë e jetës o olësi. Kena kalu shumë gjona në jetë. Është një gjellë. Tani o Guc duhet në bojë gjona. Burgu me i let që ta jep zoti olësi. Mere nga një njëri që ka bërë shumë burg. Burgu me i let që të le zoti të bësh. E ti si ta hap rrugën zoti në atë burg, vlo. Ti fua është burg. Di qa Po kur je me haku tënde, e me të drejtën tënde, është burgu me i let që mund të bësh, edhe është si medalion, vlo. Është burg medalioni. I kën burgu flak, ashtu. Ti kën burgu flak, është burg medalioni. Edhe bësh me i zgjuar e me i rëzishëm. Ta flaj. Po, është gjë e bukur me vazhdu jetën, po tani ne i kemi hyrë një farë rrugë. O Guc,
I ke dhonë provat njët. Se Por unë nuk kam vënë asnjë provë deri tani. E për TikTokun o vlla. Kena shok për bashkë. Ke jetu, ke rreziku, ke bo. Tani vlla është marrë, ke hyrë në një cikël tjetër. Unë deri tani vetëm jam mbrojtur. Nuk kam hedh grushtin akoma. Po e di, o Guço, unë e di se Flasim realitet. edhe të kam taku, e di se çfarë ti bie. Unë vetëm jam stokuar. Më mirë rri i qetë, shmangi, se përfundimi jo ti po dole me gjujt, do e kesh përfundimin të kesh për vetën tate, se njerëzve normal, unë e di që kalo truni edhe s'bo më mrapsh. Po pse me hik dom, për qa me hik dom, o vlla. Për qa me hik dom. Vetëm TikToku shqiptarë, o vllai, vetëm neve ngjojmë kështu gjonash. Se të hujt rrinë bëjnë TikTok të allim trapin, o vlla. Bëjnë shaka. Interesante, Vetëm ne bëjmë shumë. E ka bërë TikTokun interesante që kur ke parë ndonjëherë të hiven 100k pik në loj big match, janë hedh 100.000 pik. Po bëhet interesante. Po ti edhe po e fitove atë lojë, nuk i merr. Mirë tek unë hovë 400k pik. Tek unë ta garantoj janë hedh 400-500k tek unë. Po bëhet interesante sepse nga 100k do kaloj një ditë, do vej 200-300k, 1 milion pik. Po bëhet interesante, vlla. Për 1 milion pik, shkruaj një 10 emra tiktokera dhe të marrë pushë. Sotin jam gati tani, vlla. Ne kishim bëj grup fuqishëm. Por nuk është ndonjë gjë e madhe, vlla. Nuk është ndonjë gjë e madhe, ti e di vetë. Pa. Ka që vlla, qa duhet? 1 minutë gjysmë. Qa 2 minutë gjysmë, 10 sekonda punë. 1 minutë. Ore, të shkosh, të marrosh punë e pikësh të vërë. Një snipe të herë treshi me 100k pik vajte 300.000. Ku fiton do të kundërshtari kundra aq pikë? Nuk. Sotin po ta famë. Jereqa. Por mbriti aty vëlla mendoj sikur hajse s'do i ndofte ndonjë gjë, vëlla. I ka lënë tjetri 5 gishta në fytyrë. 5 gishta në fytyrë ka ngrënë e i ka lënë vull 5 gishta, se ai duket është tipi kuq. E di si është skuq fytyra në 5. Guço, unë të rejsh neve, Guço, je i lezetshëm, kam respekt, vetëm du të shoh mirë edhe sa më lartë. Edhe unë po provoj të i futa muzikës. Jepi muzikës, je vllai, merr ai koncert. Kam bërë një tekst të orës, po është jetë reale që të shëndovim vërtet, vlla. Dëgjoj pak. O gji, fole gji. Qa do bëjmë gji? Do bëjmë bie të se lagjes, shesim pika në për mace, ngordh një nga macet nga ushqimi që i jep, ngrihet vlerë e telefonit mbi 300 lek. Ke të gjuar ti kur të ngordh macja nga ushqimi, qa ushqimi ke, vlla? Po i ke ullë. Ne çunat e Londrës nuk i përzijem shumë ushqimet, vlla, ne puro. Atje vi i përzim direkt, më s'kena me përzim. Jo, kur ke kusho si unë rëp të shpisë, fam. Sidomos kur vjen me ato gomonen aty që e mbante pak ajo e zeza që e mbulonte mbas paketimit. Gomoni, ajo është e mirë, Ja vjen që më të laget atë vllai, se e sillin me ujë, vllai. Fot shoku. O gji, vjen me ujë ajo o Guço edhe për ne i vej edhe gomoni. Kupton? Fot shoku tani, o gji, po s'kemi ushqim. I fot Gyçi. Njofa një djalë nga Elbasani. Isha brenda në burg, njofa një djalë nga Elbasani. Më fat parën e ke falmi, dytën e ke me lek, tretën ke me tregu sa i vërtet. Kupton ti? O, këmë vdish, vlla. Ika Guço, ik për qafër. Ikësh pa për lojë.
Hajde bëjmë lojë. Qa kemi Po hyrë? rresh, jam i dobët. Ha? Jam i dobët, unë s'kam lujt. S'kam hyrë, jo, për kohë s'kam hyrë rrallë. Pa në vërtetën, Olsi, ne dy më të vërtetit që jemi në këtë platformë në lanë tërë vetëm. Në kalon vetëm, nuk e na bëj gjujtje në Oguqa. Jo, unë kam bërë të vërtetën, po këto kohë të fundit në këtë platformë vetëm jam mbrojtur. Po qa po them, po leja ato, kanë hik qa kena bo atërë, Oguq, tani o shok. Është punë interesante kjo rrugë e gangsterit, vllose. Harron tjetri Gyçi feri 10 veta në përbulje. Po Për sot mund të kem thënë. Oguqo, sa e që zgjohesh në gjes, duhet Po t'jetosh njerëzit harë pse s'është më qysh ka qenë ai. Këtë jetë gangsteri është sikur duhet bësh në një gjujtje çdo ditë o çdo javë, që të thonë njerëzit. Çdo ditë vllai, po kalovi 3 ditë s'quhet. Për zotin. Unë me Olsin gjithmonë kam dhënë live, bro. Po erdha do tani në Londër, do vi takoj. Mirë se të vish, Ols, të takoj për Do vi zotin. takoj për shef. Se kam Klevja do ndodhin probleme po erdhi Klevja për koncert në Londër. Është e erë në Londra, po besoj se ka dhe shok këti. Po ja, më kesh. Ti ka po besoj se vjen në Londër se s'ka. Klevja ka sharë Helbanians, shalë vinzi nga motra. Helbanians akoma. Ka hekrin nga parkimi që akoma do të vinte në Dubai me kap Klevja. Grupi OTR është një nga grupet më të fuqishme në Angli, vlla, që mund të jenë mbi 300 veta në South London. Unë jam nga Northi, ata janë nga jugu. Unë jam nga veriu Anglisë, ata janë nga jugu. Keri është i paprekshëm Oguqo. Mirë, vlla. Po të tham të jetë keq. Po Jetë bodyguard. Po shok, muhabeti është se këto grupet a kanë shtëpia në Shqipëri? Ore, nuk është në një gjë për ata, se nuk e mendoj dy herë. Nuk e mendoj dy herë, po këta për njëri tjetrin në A di si bën në Shqipëri Oguqo kështu? Po më shton ty, vlla. Këta edhe të urrejnë njëri tjetrin. Kishe gzianet për zotin. Këta edhe të urrejnë Se njëri fishe tjetrin. gziari për Oguqo si për vitrin. Ore, ndodhin fishek zjarë, po. Ka kërcit atëre ku ka qenë halli hall, po sot Oguqo bëhet fjalë vetëm trupi milionerë. Vetëm trup. Në vërtetën është gjë e rrezikshme me fishek zjarë ashtu se në 2026 në fishek zjarë. Për zotin, gjo vllajën tat. I ka hull fishek zjarët kur ka qenë halli hall. Tani 1 milion euro vetëm trup. Unë të 500 që vajta para 3 javë, Olsi. Ja bo kështu ai. Ja bo kështu. Plasi i fishek zjarët, ta manë. Olsi, a do të tregoj llogaritë e bankës jam të 500 që unë, vlla. Besoj të kanë treguar të çu. E di më që kanë pa, vlla. Ti hudhe sa ishte. E ka pa 500 që nuk vetëm brenda një lëvizje, vlla. Priti tani, vlla, sa të më lirojnë pak ato të Francës e keme pati. Problemi që më ka zënë meraku madh mua, e di ku më ka zënë meraku e ankthi. Se ka marrë vesh do ndodhi diçka këtë muaj. Edhe ka merak se do thonë që ja bëra unë. Aty është meraku i. Largohu ti. Unë po rri live 24 orë. Në për kamera, mos liz. Po, seriozisht do. Këta mund të kemë probleme me njëri tjetrin, po për njëri tjetrin japi shpirt e lën shpirt, kur vjen te tipa si Kleve unë. E di si bashkohen. Po, do të me pam, Oguqo, nuk është puna e nes cigaren ti e pi. Duhet dish që kjo cigare të dëmton. Ore, mira e cigare dëmton, se në pasë të të ishi. Gjo këtu, gjithmonë kur e nis i diçka duhet dish funin. Se si del, se fillim e mirë që në gjithë. Olsi, mirë cigare jote mund dëmtoj se të heq 5 minuta nga jeta, qa thot doktori. Po e diti cigareja e çunave që jemi rritë të në Londër ka një faroj Sprite i qas nuk dalloj, të respekton tjetëri me infrakt në zemër diri. Ke parti. Ure më gjë vllajnë tatëre. Janë sa cigare që
nuk bësh, nuk thesh more. Po unë sfitini. Po flasim të spicy ta. Po unë sfitini, nuk ka këthim more. Igor Buqa. Kur do vi Klevi o kthehur si? Do vi Klevi asa të Për se vajti audiencat 1000 sa veta. Që du më rëve hika, përse këta janë audienca. Lora, që do bëjmë? Marë në qarë kjo dhe audienca, se maj do të vedhe në shumë. Si na harroj Klevi o nërë. Po pse të harroj? Na harroj me rëk shpi, imaginojë. Sidomos tani që Klevi ka kap 1 milion unë me 500.000, disa të rrezikshëm ishin bërë në live. 1 milion thutir, 1 milion vetëm shuar në trup. 1 milion trup. 1 milion në trup, jo kështu se kështu nuk dihet ku ka shku, o vlaj. U të vetëm trup, o vlaj. Se vetëm në Shqipëri unë rëk lushin në shafër firit. Jo, ti të ka dash gjithmonë e bërë edhe kur ishim atëherë. Pa i këtë që më ka dash, rëpë më bërë jaq me nerva, gati e grima në burgun e firit, rëpë. Se, au ta kut, më vërtet, au ta kut. Për zotin t'ishte qasur, të tëtë shunat e pan t'ishte qasur dhe kisha lem vend. Që unë të dy në hobor, unë i plagos unë krah, hajdi në qik këtu i fash. Dhe kisha lem unë të therët. Aq me nerva isha bërë mas sharës. Ha? Po si do ishe lënë vend, mëse? Gango është... E kisha put me majtë. Po si gango. Për zotin e kisha put dirë. Po ti atëherë se kalove Po të them një gjë, ashtu më fan telefona i fa, më mirë fu e këshu në internet, fa folëm telefon bas asaj. Po një gjë, nuk e dija që i kishte ndruar jetë babi Ramet e qofti Gjenetit. Po, nga aq nerva sa më bërë, keq punër. Au takut si shok, au takut shumë. Se u takut me mishe me shok. Jo më vajta të vizitoja Dajan aty isha i plagosur. Në mëngjes, ndodhja në Durrës, në mëngjes vajta në vizitë burgu Fieri. Që unë Klevi o në Rosje, po unë se dhja që Klevi ishte për kushrime. Unë ty të kam gjusë, që ke thonë atëre u takova me gango, më kalu një dhe kështu. Unë s'kam, se më Klevi, unë s'kam folë një e për të më apet. E di që të kam gjutë ty atëre që pa të thonë. Po e ke takuar Klevin apo fare? Se kam takuar se s'kam shku Shqipëri. Dhe ta takoj besoj tani kur të vinë Zvicën zëri. Ka respektuar me ndonjë gjë? Ka respektu gjithë jetës, mo. Në qa do të më respektu? Respektin është reciprok. Më ka respektu e kam respektu. Jam tip që kërkoj në Brazil. Pa vërtet në rëp. Unë kur futesha në live e gjerë Klevin me 700 veta rëp dhe prap vetëm doja të rria me Klevin, ishte si terapi rëp. Më na, një vaj. Terapist Klevi rëp. Po nëzet situata rëp. I këtë qa kule minë rëp. Që ke për lufta, atë i gotë për Ha? Që ke për lufta. Që kam për luft? Po, pas ka të lëri. Hajde provoj një në Londrë në vaj, shikoj qa luftë e ashtë. Kam unë shoke miqe, kam kushori atje. Ore, ke shok e miq, po nuk ke shok e miq që janë aq feosa ke miq janë sa jemi.
A di ti çfarë do me thënë me bë lëvizje para 200 kamera? Guxo. Kam ca mish në Londër unë, që kanë ja 40 vjet atje. Po, vëlla. Ka qenë nga të parët. Ore, kanë qenë nga të partë. Po, ke parti lëvizje para 200 kamerave, prap mos dije, mos marri vesh kush. Jetën që ke boti në Londër, Guxo, e kena bo në Tiranë. Londra është me sopata. Me sopata? Tirana është me e keqe se Londra, Guxo. Ashtu duket Londra dy. Tirana është me e keqe. Është një nga ato gjërat që duhet ta jetosh që ta kuptosh, Olz. Nuk di ç'është ta shpjegoje. Po e di, po. E kam parasysh, e kam shok, kam miq, kanë tregu. Si për shembull kemi artista si BM që flasin për fishkullimi. Kush është BM? Këngëtari i BM, ku mendon se i ka marrë ato idetë e fishkullimit, kur dilte Gyçi me fishkullues? Kush është BM? E mirte vesh tërë zonën kur nxirte Guçi fishkullimin. Kush është BM? Ka shumë këngë vëlla që mund dëgjosh historitë që del fishkulluesi. Sa thua bisht, të ky Londra vrasin zezakët. Pa i ka bisht. Për mendimin tim, vendet më të rrezikshme janë Tirana, Athina. Je gabim vëlla, Londra. Po çaj Londra, Guxo. Londra është shurbër, Londra zien shurbër si në kohë si kalamaj. Ku kena qenë kalamaj, u boshim 20 veta, u zishim. Ullaj, u bëhet fjalë, vjet tjetri, fup, quf. Shifemi, kur më brasin mu. Jo, atë zihemi, ato i kena, ato janë në botë dhe. Mirë, ndovin këto gjëra, mu ndovi një vrasje në Samuaj aty. A di ti brenda 2-3 javë, ndovin nga 2-3 nga 5 vrasje këtej. Juve mendoni sikur Olz, ju mendoni sikur ne dalim vetëm me biçakun edhe 20 veta me biçaka e me baseball bata edhe aksidentalisht vdiq tjetri. Ore, po them që po... Sa vrasje kanë ndodhur me armë deri tani në Londër, sa ke qef. Futu tani në internet, vetëm këtë muaj mund t'jem vra 5 veta vetëm nga armë. Po e hanë fëmijët kot, aq shumë po gjuhen armët këtej që po e hanë fëmijë. Po e hanë fëmijë 4-5 vjeç plumaqor që po vdesin, po plagosen. Nuk është diçka që vetëm po ndodh, është diçka që ka ndodhur vit në vit. Këtë vit mund t'jem plagosur një 6-7 fëmijë aksidentalisht ku janë gjujt armët. Nga 4 vjeç paralizuar fëmijët. Bëhet fjalë që janë 1 milion raca, edhe normal që do nolli, do dalin në i rrot kari, do vritet. 1 milion raca? Janë vrapër. 1 milion raca në Londër, Londra mund të ketë 4.000. Kush janë grup? Kush janë më të forti në Londër? Çfarë racë është më e fortë? Çfarë racë është më e fortë? Ore, ne, problemi e di qa është, Olz. E di ku është problemi më i madh. Ne shqiptarët po pengohemi me brek të njëri tjetrit, vëlla. Kupton? Kush janë më të fortit në Londër, vëlla? Kush janë racë që marrin, që kanë më shumë? Ne shqiptarët po pengohemi me njëri tjetrin. Po pengohemi kot. Po shqiptarët vjedhin njëri tjetrin në po e dim një më betë. Po them kush raca është më e fortë. Unë pranaj rri vetëm, raca më e fortë, e di kush është? Grupi më i fortë, polica. Vetëm policat kanë bërë një 5 heqje, 10 heqje. Ha? Por e kanë bërë policat një 5 heqje rëpt. Kanë fikuar policat po marrin, e di qysh bëjnë lota në sy ande nga Amerika. E di qysh bëjnë lotra në përsy në Amerikë. Që thot kanë bërë një lëvizje. Kanë fikuar policat rëpt, po vën lota në përsy. Policat e vëlla. Po, mendova se më zori me hoqë. 4 njerëz thot njoni këtu, ka pyet ChatGPT-n, për 10 muaj 4 njerëz janë vrarë në Londër me armë. 4 njerëz?
Po, i ka thonë ChatGPT edhe i ka pyet. Ore, mos shiko ti gjërat që po tregojnë kështu që nuk po jipen, e disa gjëra që nuk janë vend. Si gjuhetja ime, u va në për lajme në Londër, jo, unë isha mes qendrës Londrës. Është e egër, janë 4 milion banor. Ke parti del në errësirë ti, mirë unë e ti dukemi natën, po ka raca që as nuk shikohen. 10. Dikush këtu pe kontrolloj 59, ka ndodhur brenda 10 muaj. 12. Po burgjet, kush i kontrollon? Burgjet? O, Olca, është bërë aq lëms situata vetëm burgje, vlla kanë filluar po Vlla, në Francë i ke zemë me kështu, me banda. Në Francë qa ban, o, Olca, është jo, më ketë kam aq ka ti pasi unë që ka filluar një lloj gjarpëri që nuk mirët vesh kush ka qilin. Shiko qa kishte ndova ndi vlla që as nuk dua me përmend kushëri vetë kishte palos kushërinë e vet ande nga po mirë më bëra që halë shenë në mërgimit kushëri me vrap kushëri. Ajo është halë tjetër, nga po them, vrasje kriminalistike, jo kështu se vrasje kështu, nolla jo valla, se po vret vlajnë, po vret gruaja burrin, burri gruan, po them vrasje mafioza. Se kështu, një gjë që ka del vret 30 vete jashtë, po është dëgjoj pak të gjavës. Çdo lëvizje që është bërë në ato lëndime që është bërë këtu në Londër, të tërë kapen, të gjithë janë të kapur e prapë rrezikojnë e provojnë çunat. Imagjinoj, të gjithë janë kapur, nuk ka asnjë njeri që ka dalë, ka bërë një lëvizje që ka shpëtuar. Kapen edhe e luftojnë 1 vit, 2 vjet me përgjyqje që të dalin. E prapë pyetjen që po ai që ka do bëj pyetje se i arrit në Londër, po valla, kush është grupi më i rrezikshëm që ka ekzistuar në Londër dhe që është edhe sot, që vej gjoba, që paguajnë taksa lokale, xhona, ka kështu grupesh atje? Ore ka pat ata që na kishin e 500 vjet. Kishin e shqiptar 500 vjet. Kanë qenë, pasmuar shumë. Ata mund të kenë. Se për shembull kem Francë, në Francë shoku bën lokal ti, cillin letër ata, thënë do paguash taksë shoku që ta mbrojmë lokalin, ose do ta djegim. Se paguajte ti taksën, vjeta djegaj. A kupton? Atje në Londër ka kështu ekzistojnë këto gjëra. Se unë për Francën të shatë di... Se ekziston Olës, po është një farë gjë që ka një që po kapin më shumë, si ta them aty. Ece ti me makinë, Olës. Bleve një makinë ti 200-300 mijë. Bum, vjen ta këput tjetëri makinën e vlla, e morë një 300 plus vetëm nga sigurimi i makinës. A e di sa janë shfrytzuar në përburgje. Futeshin këta barbonat në përburgje që nuk kanë shtëpia që flen rrugëve, që vetëm pinë të kuqe e pinë bidon. Të në burgë ata rëshkasin në posta. Djegje makinash e këto gjona, ata i bëjnë në burgë, drogaxhit. Ore Olës, qas ka ndovë djegje makina, ka ndovë gjojtje, qas ka ndovë Olësi, man. U dojqë të e Londra atëherë, vla. U ngritën 200.000 veta që dojqën të e Londrën. Ore po të famë është aqë keqë, nuk mund qasesh.
Mu Londra Në ka pëlqy. Shqipëri tani kanë filluar moshat e reja. Ka pas marrë që para 15 vjetë në Londra. Po s'ka marrë vetëm për faktin e Në Shqipëri kanë filluar racat të çunat e rinj që po rrin me fika me kështu valla. Por e këtu i ke të tërë 1-5 veta e ke me fik në xhepa. Këve janë njerëz normal që ecën me fika. Gocat. Por në Shqipëri kanë hecë me armë në Guço. Deri në 2010 kanë hecë gjithë me armë në Guço. Sot majnë armë, o këta që kanë probleme, me vërtet, o majnë këta që kanë kap në lek. A kupto? Po njerëzit normal nuk majnë armë, se është burgu 7-15 me të kap në armë, a kupto? 7-15, po besoj se kur e ke ti atë situatë, jetë e diku të 5 vjetë. Po e pate në shtëpi, e ke diku të 3 vjetë burg. Po, mua beti është. Po e di sa është këtu e Olsi. 12-15. E di pra, po përne po të thëmë për se Londra nuk majnë armë, se është problem me të kap në armë. Nuk majnë. Por e pyet shunat. Bëhet fjallë për italian kanë bo, Amerikën e italian janë tjetë kategorinë bërëse. Nësë po pjazim për Italia është tjetër ma betë. Italia është tjetër ma betë. Në të thovesh me lepe. E Londra është. Më Guço për shafoj. Londra është shumë e egrë. Do futë 13 vjeçar, po vrasin burra. E di. Guço për shafoj futën e prapë. Bles.